Dje në ora 9:55 në SPB Tetov është denoncuar se në rrugën Iliria në Tetov, një automjet udhëtarësh Ford me targat Tetovës, i drejtuar nga një 47 vjeçar nga fshati Pallatic, ka goditur një këmbësor 73 vjeçar nga Tetova. Në aksident, këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës. Dje në ora 13 në rrugën Veliqica në Gostivar, zyrtarët policor nga stacioni policor për sigurinë në qarkullimin rrugor Gostivar ka ndaluar një moped me targa të Gostivarit i drejtuar nga një 76 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi nuk posedonte patent shoferi, pas së cilës është privuar nga liria në përputhje me nenin 297 të kodit penal. Mopedi është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 15:50 në SPB Tetov, një grua 46 vjeçare nga Tetova ka denoncuar veprën penale mashtrim të kryer nga nëna e saj, sepse sipas denoncimit e ka vënë në lajthitje duke i kërkuar letërnjoftimin dhe nënshkrimin në një fletë të zbrazët, të cilat më vonë i ka shfrytzuar për ndarjen e pronës. Dje në ora 21:30 në stacionin policor Gostivar, një 36 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 20 në oborin në një shtëpie në Gostivar është sulmuar fizikisht nga një person nga fshati Raven. Dje në ora 22:40 në rrugën lokale midis fshatrave Shëmshov dhe Leshk, zyrtarët policor nga stacioni policor Jegunoc kanë privuar nga liria një 31 vjeçar nga fshati Zhilc. Ai është kapur duke drejtuar një automjet udhëtarësh Opel Astra me targa të Tetovës, edhe pse nuk kishte të kaluar provimin për patent shoferi. Personi është ndaluar në ndyshimin për kryerjen e veprës penale sipas nenit 297A të kodit penal, ndërsa automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 23:40 në rrugën e Ilindenit në Tetov, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga Tetova, pasi gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe sekuestruar marijuan. Dje në ora 22:40 në rrugën rajonale Tetov, fshati Vollkovi, rreth nyes për në fshatin Bervenic, zyrtar policor nga SPB Tetov ka ndaluar një motociklet Suzuki pa targa të drejtuar nga një 20 vjeçar nga fshati Qellopek, i cili nuk posedonte patent shoferi. Motocikleta është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 23:30 në udhkryqin midis bulevardeve Iliria dhe Blagoja Toska në Tetov, zyrtar policor ka ndaluar një automjet udhëtarësh Hyundai me targa të Tetovës, i drejtuar nga një 38 vjeçar nga Tetova. Pas kryerjes së alkohol testit, tek ai është matur 1,63 promil alkohol në organizëm. Automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresa përkatëse.